Propozim ligji për përfaqësim të drejtë dhe adekuat do të hyjë në procedurë parlamentare dhe aty do t'i trajtojnë të gjitha, deklaroi dje koordinatoria e grupit parlamentar të Frontit Evropian Rina Hajdari, e cila materialin që ka arritur në kuvent e quan skandalos. Realisht nuk e di se me çfarë zgjidhje do të vinë, me çfarë perle do të vinë. Ja një shembull konkret po ua jap. Dje mbrini në kuvent materiali për ligjin për përfaqësim të drejtë dhe adekuat dhe ishte skandalos. Besoj se në atë vijë do të jetë edhe zgjidhja, sepse nuk ka nevojë në këtë rast për një zgjidhje, vetëm do të komplikohet puna, do të komplikohet procedura. Ligji për përdorimin e gjuhëve është i qartë, kushtetuta është shumë e qartë. Deputeti VMRO-DPMNE-s Bojan Stojanoski deklaroi se ligji për përfaqësimin e drejtë dje ka hyrë në kuvent dhe do të kalojnë procedurat e duhura parlamentare. Ai tha se së shpejti pritet miratimi i tij. Stojanoski theksoi se është me rëndësi që çdo zgjidhje ligjore të jetë në përputhje të plotë me Kushtetutën dhe me rekomandimet e Komisionit të Venecias, duke shtuar se vetëm në këtë mënyrë mund të sigurohet një ligj i qëndrueshëm dhe funksional. Многу важно кога носите закони тие да бидат во согласно со уставот и по напаствијата на Венецијанската комисија. Зашто во спротивно вие ако носите закон кој што знаете дека е неуставен, тогаш играте со емоциите и потребите на граѓаните, тоа е нечесно и ние тоа нема да го правиме. Законот за правична застапеност вчера стигна во собранието и согласно неговата процедура, односно согласно намената по која што е пуштен во собранието, процедурите ќе бидат испочитувани со деловникот, очекуваме набрзо тој закон да биде усвоен. Ndryshe, ligji për përfaqësim të drejtë dhe adekuat vjen pasi u hoq balancuesi.